Fajk, ka rrezik për një përfshirje reale të Europës edhe të NATO-s? Apo janë thjesht provokime një luftë e ftohtë, marrim dhe japim sa jemi në gatishmëri për të reaguar në rast të se? Jo, nuk besoj se jemi më në atë versionin e luftës së ftohtë. Sigurisht që ju e pat me vëmendje edhe Lavrovi, i cili foli qartë, kishte edhe arsyetimin përse do të përshkallëzohet situata. E para ishte që Europa po përgatit qytetarët e saj për një konflikt të mundshëm, dhe pjesa tjetër është ajo e cila thotë që nëse goditen mjetet ajrore dhe çdo lloj mjet tjetër rus, atëherë ky është një pretekst për të filluar një luftë me Aleancën. Përgatitje të mirë tekniko-taktike në Ukrainë, ka përgatitur forcat e saj ushtarake, ka përgatitur makineritë e saj të prodhimit të armëve luftarake. Lufta tashmë ne kemi diskutuar dhe pak më parë, ndoshta 2 muaj apo pak më gjatë, që e ardhmja e luftës tashmë janë dronët. Dhe po të shikoni se si Rusia ka vazhduar me këtë zgjerimin e kësaj teknologjie, avancimin e saj, përdorimin e teknologjisë së fundit, duke u ndihmuar edhe nga Kina me prodhimin e tyre, nga 150.000 dronë që prodhonte në 2022-shin, sot Rusia në një vit arrin të prodhojë 1.5 milion deri në 2 milion dronë. Këto janë armë të cilat do përdoren gjërësisht në luftë, paktën edhe për 5 deri në 10 vitet e fundit, do jetë kjo lloj teknologjie e cila do të zhvillojë luftën, dhe prandaj dhe Rusia po përpiqet të zhvillojë këtë lloj teknologjie.